Atëherë të dashur me që rikëthujem në studio dhe tash me musafiri ynë është këtu prezent në studio. Unë nuk dua ta egzageroj ta prezentoj shumë gjatë, sepse tash me të gjithë e njohim është, do thoya, i pranishëm në skenën politike, në media, në portale, gjithandej, mirë se vjen Big Berisha. Mirë se u gjitha. Big, të regon fillimisht si e. Të kemi pa, je shumë aktiv në politikë, në portale, në Facebook, në krejt, gjithë në shumë. Qysh po ja del, qysh po ma në disponimin këto ko? Njerë e mirë, po që ato punë tona që po i krynë, në zetë është bo shumë se nuk patë pranë verë, heqë veç direkt në verë him, edhe qështu me punë të përditshme, me kuvend për çdo 48 orë, që shpesheni. A u bojë mërzitshme kjo shkuarja me gjasë kur gjithë politikanët tashmë po e dinë që kanë me shkua dhe kanë me dalë pa e kry? Kjo është nështë kënaqen dikush që nuk e ka atë ndjenjen e përgjithësisë. Mirë po është bo shumë bajate edhe ngarkesë, edhe nervozë edhe për popullin edhe për ata që kanë përgjithësi, sepse nuk është normale për një kohë gjatë 35 herë shkuam me konstitu një kuvend edhe nuk po mujmë, edhe dhe më thonë jemi barikadu, dhe më thonë pozita e deri djeshme, o barikadu me një emër, po tash e kanë qitë edhe një nyje për para, po dojnë me bo një farë komisioni, në cilin po morin pjesë veç vetëvendosja me një antarë, që edhe po votojmë pa lidhje, se na mujmë edhe mo votu gjithë, mirë po komisioni nuk o funksional, se është veç me një antarë. Edhe kjo forma që është po paraqitet kush o për, tashtina nuk përdojmë se është edhe shkelje kushtetuse, kemë që edhe pyetjen gjykatën kushtetuse, besoj që aty do të shpëtojmë pe këti ngarqe ose pe kësaj nyje të panevojshme. Mirë po është kryesisht do më thonë këmbgulje e vetëvendosjes për shkak të egoizmit, nashta ka njetin e keq, nuk dojnë me pa Kosovën me institucione për me mbajt qështu peng, edhe kjo nuk e dia ka ndodhë në i ven në i konë bot, me umbledh 35 herë mësë më mujtë me konstitu një kovend. Sot kë ish kryeministri, deputeti Kurti në kishë ujtë edhe nomad, sepse po thot këta që s'dojnë shpi, jënë nomad, ose jënë si njerë që rrinë maleve, mirë po na kemi pas shpi, edhe gjatë okupimit kemi pas shpi, edhe kemi pastaj edhe në liri, kemi kriju institucione, kemi pas shpi, mirë po e keqe është se e kanë uzurpu atë shpi, edhe na jemi mbet tash qështu të anë. Bika, djena i herë kështu, kur e menon, ose kur e shes që po shkojna, po votojmë, dikush, mandej s'po kalohet, a të bë nervoz në herë kjo? është djenja e përgjithësisë, është edhe nervoz edhe është. Është dhe më thonë, nuk kemi qelë punë hala, nuk e kemë as fjallën, nuk po mujmë as me i trajtu temat. Për shembull, dilën, duhet më shku për shkak kësaj 48 orëshit, po shkojmë aty kusha për, kusha kundër, skapës të një, hajtë shkojmë të shpia. Shije mas 48 orëve, e mrena këti afati, 48 orë, nuk ka as opcion për më dalë prej, dhe më thonë, prej këtyni që kanë vota ma shumë, sepse ne i kemi dhonë disa opcione, as nuk ka komunikim mrena për mrena neve si deputet, as pozite, opozite deri djeshme, pas mrena opozite, do më thonë, është bon e keqja, është normalizu tash. Pas ka të bjenë sy, veshja e disa aty që po parakalojnë, që jenë ma shumë ceremonial, se sa e kanë djenë e përgjësis për këta se që po ndodhë. Mira të Rebek, po du me zbut pak muhabetin, emisioni është i vikendit, kalzon pak a shumë me gjithë të angazhime krejto që i kisë, sa po gjonë ku dilën me shfrizu ashtu së qysh e shfrizojnë shuminca e popullit, qoftë me shku një stëk, qoftë me dalë natyrë, qoftë më marrë me një sport, qka ta? Prej përfundimit zgjedhjeve, certifikimit, po thuj se nuk kom pas mundësi me pas kohë as për vete, as për familje, as për vikend, as për mu shtiru. Sepse po i bjenë krejt të djelet, i kom pas në kuvend mas pari, edhe pastaj po hup koha edhe po hup dita, une për me planifiku diçka duhet më qunë me në gjesë edhe më vazhdu për na i malja në det janë dikun. Mirë po tash ko marrë përgjësi edhe këtu në Prishtinë, ndoshta nuk do të kem kohë as më shku bjeshkve, po as në det i kësaj radhe, se duhet më organizu për zgjedhje komunale në Prishtinë. Dilën nuk e ki as njëherë off? Qështë po shijet jo? Ja, jemi aktiv krejt.
si thojnë populli me vesh në kratë, u këshu shka po do. As të shtëpia aty me zgjet një 2 orë kohë me najt pak me kushu? Po, kështu parciale, ka pak me thëmijë që aty po e bojmë një farë aktiviteti, rrim ka pak, mirë po mramje vonë, ka një herë po flajnë, kështu. A ka mundësi në herë dikush prej publikut me pa beke në kuzhina, jo? Kur? Po, mëre unë, ka mundësi më pa, më shojnë aty në familje. Se që kemë përshtypjen që beka kërësisht shumë i angazhum, vazhdimisht në politikë, vazhdimisht në media, edhe kështu është do më thonë ajo figura e fort nëse mund të quaj, kërse saj përket pjesës ka shtëpia. Po edhe këto figurat e forta du të më hongër. Me hongër, po kërësisht gjinja mashkullore preferon ma shumë. Kur kush nuk e ka rolin kryesor të shtëpia, veç kush të rranë, aty du të bo bukën vetë. Po dim përgadite, shpeshem do kafene, qaje, ushqem me përgadit vetë. Po jo kështu specialitetet ma të komplikume që janë, po kryesisht na i cot meshë aty me pjeket i shka. Në po? Nuk je diçka kështu ka tradicionalja jo? Ja, burri më qitë flinë që ata zbanë me bo. Pisha të po qia, se na din, po shumë e mërzeqme. Po me ndonë zbanë për shkakt procesit a... Procesi është shumë i gjatë edhe, qëre, do femna, unë e di tash që këto feminizmi tash ka morë turë, po do punë të të mjallon grave se ju shkojnë pak ma mirë. Në mërë pik që i bune vetës me këtë deklarat. Cilat punë ju shkojnë ma mirë? Po për shumë puna e flisë. Po është të bezdesme, pra që është të bezdesme për juve, është të bezdesme atë për... Më si qëtë një flinja, unë bire jëmë dollë këndra i flinja, kom thonë du minal me legjë. A dhe nuk mund është mu më akuzu në ajsanë. Unë nuk e qesë vetë, pas nuk i thomë kërkuj me qitë, po dëshira njerëzve, leti qesin, ata moshkuj tjerë dhe burra tjerë si nalë kërkush. Po unë për shamun dhe kom pak bezdi. Është, po besoj nga një hera dhe mirë kuptushme për shak të angazhimeve gjitha këto, dhe mandej njeri unë nuk gjenë ku ndoshta nga një heras për gjonat ma elementare, për qofë për familje nëse diçka. Bekës fundit tash e sa jave ke je deklaruar dhe që nëse mund të themi kandidat për kryetar të komunës Prishtinës. Sa ja ke nisë mu bogati, që shtirë dhe ideja, të sugjeroj dikosh që ke pasë në plan mamati? Me thonë vërtetë nuk e kom pasë na i. Se kom menu në i herë mirë, po u paraqit nevoja që ashtu që duhet më dalë dikush me përfaqësua Leoncën edhe me programin edhe idejnë tonë se çka mendojmë na që duhet më ndryshua dhe qësh duhet mu duk Prishtina në të ardhmen. Edhe kom marrë me knatësi, sepse janë disa gjona si prind që na brengosin gjithve, edhe menoj që mu i me dhonë kontribut. Dhe më thonë me plot njerë që mu kanë afru ekspertë ndryshëm të temave të ndryshme, se tash e kemë edhe listën na, edhe dojmë me dhonë opcionet e Aleancë për Prishtinën, për kryeqytetin tonë, se po menojmë që duhet mu bo metropol, edhe me bo një jetë matë mirë, do pengesa që ka janë, më mënu me eliminuar, mënyrë që me jetu më mirë. Mirë po Bekë, se eshe këtë, nësë mund të them faktin, që rëndom gjatë tër viteve kryesisht në Prishtinë, do shta ka dominu një parti tjetër, marrë shkastu, do shta që edhe kandidati ka qenë i vendit, si pra i komunës Prishtinës, ndërka që shpesher kemi pa ju jeni ju në këtë rast, do thoja prej një komune krejtësisht tjetër e shek, to pak si pengesat i shka, po je okej. Ne gjithë të dim që tash me je sa vite në Prishtinë. Jemi të ardhën Prishtinë dhe Prishtina o metropol. Nuk duhet mi thonë a njerëzve ti je Prishtinës ti shje, se më këshyra ashtu duhet veç më koni i galapit, si i thojnë galap, në i fshatrave, i malsis, edhe qaj është tipik Prishtinali. Mirë po kjo kërë shteti jonë, edhe këtu, dhe më thonë, edhe po jetojmë, edhe masi pi rrisim thmin këtu, me dhonë opcione edhe për gjithë prendit e për gjithë qytetarët, se shka duhet më bëme për Prishtinën. Dhe më thonë, kjo është e te i kalume kjo. Edhe uroj që të unë jam pak ma Prishtinalisë te, unë nuk ja u marrë atë pjesën e Prishtinës kërkujna, unë e kom qatë sa kom, atë ndjenën e përgjësisë si qytetar i kryeqytetit, edhe do të dalim me një opcion edhe me disa zgjedhje, ideët mirat, plot kandidatve, edhe probleme qytetarve që duhet, edhe që menojmë na, që duhet me zgjedh, pastaj na kemi një provoj, do të thonë në aspektin e qeverisjes komunale, kemi shembuj plot kryetarëve të suksesshëm nëpër Kosovë, që kemi udhëheq komuna shumë, do të thonë një shtatë
që ju theqim tani, e që është shembull për atë formën se qysh qeverisë Aleanca, e po dojmë me pru një lloj, qashtu një metodë ose një përkushtim çfarë kemi na edhe për Prishtinën. Edhe për Prishtinën. Bekën situatën cilën jena tash, të e pa komunën e Prishtinës, qytetin e Prishtinës që ka shku tash sa vit, të shpesherë dësha dhe me problematika mes punonjësve, të thoja, mrena komunës Prishtinës, çka ka diçka që është ndoshta më shqetësuese për ty ose që po të pengon ose që kishe dashur me marrë kështu masa urgjente që me rregullu. Po kjo e para që më ka bërë me mendu, unë jam njës edhe ekspert i sigurisë. Më thonë sigurinë e fëmijëve në për shkolla, rendin publik, mbeturinat, janë bo problem tani, problem artificial që kjo punë mundet me uzgjedh, me pas vullnet shumë letë, pastaj është qarkullimi edhe të lovia në kryeqytet, që është pothuajse pa pastaj ka probleme të ndryshme për të cilat kemi zgjedhje, edhe kështu e këshim bo me knatësi, dhe më thonë me zgjedh shpejt një problem që po thuj se ka dekada ta shubon që nuk po mundet mi u zgjedh. Një është për afer me kryetarin e tanishëm? Jo, kom pas momente që jemi taku, kemi bisedu, edhe normalisht ai nështë ta Prishtinali, po pe Anglije, edhe e kom pas që kryetari aktual ka has edhe në pengesa të ndryshme, dhe më thonë, nështë ta pe nivellit qëndror, dhe më thonë, pe qeverie, pe ministrije, që kanë dalu në i projekt. Për shembull, kë kandidati Qeko, që është minister, kanë diku që me bloku, me u zhvillu një rrugë, ose me u ndërtu, edhe kë kandidati, ose kryetari aktual, nuk ka pas mundësi me i thy ato barjera, ose ato pengesa që ja ka montu kandidati potencial. Kështu, tashti qëto probleme, menoj që duhet me eliminu ka pak, e më shku edhe ka gjetja zgjedhjeve, jo ka përqamja ose ka mos komunikimi, se peshen një që ka në ndodhe neve për shkak gjuhës ashpër, edhe të ofendimeve, nuk po mujmë tash më afru, ose në ka met as komunikim në veti. Në aspektin komunal, tashti, në zgjedhjet komunale, më duhet shpesher mja uqit nërmen edhe me bo ma shumë debatin jo të ofendime dhe të përqamjes edhe të largimit njerëzve, mirë po me që ne ka bashkimi edhe me gjithë një formë që shmuj me pru si opcion zgjedhjen ma të mirë ose idenë ma të mirë të gjithë kandidatve. E ke përcjell të krejt këto vite kryetarin Roma? Po, ka pas probleme të kësume, ka pas edhe paftësi, ka pas edhe probleme që janë prodhu disa artificialisht, disa për shkak mangësive, ose bugjet ka pas mjaftueshëm, edhe është fatkeqësi se kanë tepru ka 45 milion e Prishtina këtu 100 miliard mi pasti ki ven ku me i shpenzu, edhe është fatkeqësi që një kryetar s'ka pas kreativitet, ose thot që për arkitekta diçka, që nuk e ka gjetë formën qësh me investu ato pare për kryeqytetin, edhe na hekum këto për sene këtë ordinere, do më thonë këtë bazike, qësh janë infrastruktura, kanalizimi, ujë-ndriçimi, këto kalimet, trotuaret, edhe këto jënë çështje që muj zgjidhen, e kom përmen edhe shumë herë çështjen e pusetave, shoktave, që nuk ka asnjë rrafsh me to. Si ndodhi qysh met puna me postimin që e ke pas diçka për shokta? Po, besa mu lajmëru njoni e bona, unë thash, nëse e gjon dikush një shakt, që është rrafsh me to, në krejt Kosovë, i ka 100 euro. E bile kryetari aktual i Prishtinës është prezent kur një mbledhjet motorri, sa njoni tha që ku ta kum gjitë. Thash, a me vaservog, kështu, edhe ja dhash 100 euro, e ka postuaj. Ku ish ai moment, ose të më thonë ai shakt i rrallë në Kosovë? Nja, e kish gjetë, ajo në befasova. Po unë menoj se për prindrit edhe për këto nanat që presin të lovi edhe bin shakt edhe e lëshon punën për më shku me marrë thëmin qërë dhe më shku të shpia, është maltretim i malë. Kjo, të lovia në komunikacion, po edhe shaktat, janë të mërzishme. Plot njerëz më kanë thonë, si të shoh një shakt që nuk kanë rregull, të më kujtohesh ti. Edhe kjo është, unë plot sene i them që ti i din, i ke po s'ka ra puna, mi thonë, nuk e
nuk e ke studiuat farë pune. Edhe kjo çështje që mund të rregullohet. Domethënë, ka forma, sonë kom pa që problemit e pusetat është se në formën e tenderimit nuk e specifikojnë çysh me marru ato. Me marru çysh më koni qëndrueshëm. Po e bojnë formën më të lehtë, i qesin do gy pak kështu të gatshëm, pastaj kur të hynë me shtyp asfaltin për toke, aty thehet për shkak të rëndesës që i bjen, edhe pastaj nuk është funksional, edhe bjen poshtë ose jetë lartë. Domethënë ajo puseta duhet më punu aty për aty. E për shembull në shtetet evropiane shqiptarët i marrojnë çashtu ç'është duhet, gjithkohon e na mos pokon gjendje në Prishtinë, çdo në kryeqytet me pas një farë lloj standardi edhe për këtë temë. Bek për post këtyne, qka ka tjetër, diçka qa e ki kështu ma në fokus nëse veç ndodhë? Që sigurinë të e bo një debat para zgjedhjeve? Sigurinë e fëmijëve në shkolla. Trotuarin, ndriqimin, vendet ku kalojnë, parkingu në për shkolla, edhe tani këtu hynë edhe infrastruktura kritike që janë do strehimore, do për shembull podrume, që pastaj njerëz ose policë në pension që aktivizohen edhe paguhen prej komunës për më pas qasje rreth shkolle, mos më mujt kush me i afru lanë narkotike. Domethënë që ta e kam specializuar me çdo di me bë, edhe kam e afru për Prishtinën, po edhe për plot tema tjera që kem. Cila sigurisht me grupet keni me një program krejt praktik, absolutisht praktik. Kështu jo më fol për Berghe, anku Berghe, Bashkimi Evropian në New York, lufta në Ukrainë. Domethënë këto nuk janë tema komunale. Do të afrojmë për qytetarin një program krejt thjesht, praktik, cilin kemë mujt, kemë muzotu që kemë me zbatu. Me zbatu edhe urojmë që të shkoj pra gjithë shka mirë, prej tash e tutje, deri në zgjedhje, sigurisht që ka me konë një garë shumë e nëzit, do thoja, se hala më duket pa dollë për këtyne zgjedhjeve, hala pa bo kryeministri, e qka me bo tash na, qka pritë të mendojë, sa i përket kësaj pjesës parlamentit e krejt kësaj të lëvisë që u bu? A me mbet nga qytetarët akoma të e pritë, edhe një 4 qytetarë, edhe një. Nuk duhet qytetarët me pritë fare, këto për thëmë mas pari, këtu duhet qytetarët, dhe më thonë njerëzit, patriot, prind, duhet më dale me blokuat parlament, edhe me të vërtet se këtu po i konsumojnë idet ka një person për protagonizëm. Aty duhet më konë mobilizim i përgjithshëm edhe marë më thonë, o merë në vesh, o pajtonu, o konstituan e kuvendin, edhe matno aty kush i ka votat për kryeministër, ose s'keni më dalë heq. Pse kom nevojë, une, për shembull, me dalë për çdo 48 orë më shku, tash kemi rri 20 sekunda për krym procesin, edhe po dalim, veshën mirë aty do parakalojnë, do deputete, po me të vërtet më mbyll, edhe më pas komunikim me fillt me gjithë, kjo është patriotike, kjo është për njerëzit që janë përgjithshëm, për ata që duhet me gjithë zgjedhjen. Unë nuk kam nevojë më shku në shtëpi, as kam nevojë më shku në poshem, as kur gjë. Domethënë unë jam për mu mbyll që aty derisa të gjejmë zgjedhjen për qytetarët. Edhe situata, edhe gjeopolitike, po edhe mrena Kosovës, se kjo ka më prodhu i rritim pasaj, edhe kjo nuk dihet ç'është del, edhe ç'është përfundon, duhet me konsumu, domethënë që të votë që e kemi marrë për qytetarëve, duhet me shtin punë herë, nëse nuk bën pastaj, masi të konstituohet kuvendi, na shkojmë zgjedhje. Mirë po, pa u konstitu kuvendi, na zgjedhje nuk mujë më shku. E ky jo normalitet nuk duhet mu bo normal. Domethënë duhet me gjithë zgjedhje. A ke gjetë për kraje prej kolegëve tu dikujt, ose qoftë partive tjera për krejt këtë ide që e keti? Une, këtë e thash mas pari, mirë po edhe si aleancë, edhe me grupin tonë parlamentar, po edhe si person, me njëherë jam dalë këmë thonë, të votojmë këtë deputetin, që i kanë ngullë kom të Albulenën, sepse është qytetare Kosovës që tu e kje që e mirë që ajo që është. Edhe është e drejtë e kushtetuese e partisë parë. Nuk është qëllimi jam që menoj që ajo ka me bonaj ku me ditë shka, po ju takon me kushtetut edhe na si mas regula u dashke me votu edhe me te i kaluat situatë. Mirë po këtu që shihet, kjo partia e madhe, po e kesh përdor mas shumë të këtë situatë. Kur e parë në ata që situata nuk prolongohet ma gjatë, sepse mundet dikush marrë dhe i përgjithshëm edhe me thonë, hajde të konstituojmë kuvendin, pastaj e ndrun formën e votimit.
e bon të msheft, tani lypshin një kandidat. Më thonë na që 35 herë votojmë për ose kundër një kandidat që ka propozu veç një parti. Që edhe na këtë parlamenti, më thonë, po, na pajtohem që kë kandidati jovi i komisionit për më hinë votim të msheft, dhe më thonë, i merë votat, apet nuk funksionën sa është vish një kandidat, se komisioni duhet mi pas të delegun për gjitha partive politike, për më kalu pasaj në votimin e msheft, i cili është i jashtëligjshëm edhe me ligj. Atin nuk, se kur tish në proces, me një formë të votimit, nuk mund është me ndryshu gjatë rrugë e formën e votimit, dhe më thonë, vazhdojnë qashtu. Beke prej këtyne viteve që jenë parlamentin e Kosovës, si mbarë mend të shtato momentet ma të këqia ose dhe ma të mira që i ke pas bërë brenda, së shpesher, ku vendi ju në ka ditë me qenë shpesher edhe dramatik, do thoja. Po, ka qenë mirë, po, mas dramatike është... Por pos ato më falë që po ndërvej ato që i shohim në rjetës sociale. Kjo situata pus, dhe më thonë, më qalë, kur nuk leviz, kur nuk ndodh, kur gjo. Dhe më thonë, edhe kur u gjujt gazi, e ka pas një shpjegim. Edhe kur ju në qumë redi kush, për bindjet veta ose për në ide, e ka një shpjegim. Dhe më thonë se me repilog diçka, dikush o ma këm gullës një ide në vetë, ose në qeshtjen tonë që në ndoj me kalu. E situata që më shqetëson ma shumë ti, është gjendja jo normale, kur të kthehet normalitet, edhe nuk leviz kur gjojsh. Që kjo është gjendja që më frikson ma shumë ti. E prej ndërsa para prake? Diçka gjatë tyre viteve, ma i men në i sensat në që ju ka ndodhë? Jo, unë e kom, që më ka jetë kështu marak, një ligjë për inteligencën ushtarake, pa ta ndiku shumë edhe pa të imponu që me kalu, se i viju ke Kosovës, edhe që loja aty që kjo partia që kënë pushtet, e prolongun me kasë që mënyrë që me lanë ushtrinë e Kosovës, pa që sektor shumë transeshëm, edhe po këtu ka njerëz me emna që janë fajtor që kanë bërë këto, edhe kjo ka dëm direkt për ushtrinë e Kosovës, për Republikën e Kosovës. E ka pas plot këso momente kur i kom pa deputet disa me vedije, disa pa vedije, dikush me plane, dikush pa plan, që kanë vepruar në kundërshtim me interesat e Kosovës. E kjo tani më dhamë shumë. Edhe nuk është që s'munona me u shpjegu ose me gjeti farzgjedhje, mirë po kur është njët i keq, se njeri që zdin, a i zdin. Mundet bën vaki me rvesh edhe të full me ta. Po kjo që e ka njëtin e keq, që dënë me bo domin, kjo më dhamë shumë edhe më irriton shumë. Mirë po Bek, ku se identifikon nëse e ka njëtin e mirë ose të keq në këtë rast? Po shihet në veprim. Shihet në veprim. Se si thoj ke një burri vjetë edhe ke pëjsomet me nëzirë zamër në adin me ashit njerit, po e kuptan veprimen, fjallën, qësh... Me kom prej deputetve ose politikës përgjithësi kështu që e ki ma shok do toja, ma pafërt, qoftë edhe për partive tjera? Të gjithi kam shoku, ne komunikoj me gjithë. Dhe më thonë njëm për deputetve që komunikoj me gjithë. Të mirën e të keshën e kom qashtu në Edhe me vetëvendosjen? Po, kom komunikimin edhe me ta. Jo me Albin Kurtin e me do qësi që e ka njetin e keq. Po, aty ka njerë që janë aksidentale, ka njerë që e kuptojnë që është dalash, po nuk gudzojnë, edhe me ta komunikojnë, gudzojnë me apat versionin me qitat pozitiven. Mirë pa e ndodhë, mundet më koni familjes mirë, po është me të peng i ati brotherhood, ose sekti, ose qësh me qujt ata. Për ndryshe një deputet që e kom pas kështu krah edhe jemi konsultu, o kon në grupin parlamentar tonë, dhe më thonë Besnikun, o kon shumë aktiv, pasaj ka qenë disa të LDK-s, pasaj Palin, këtë grupi jonë parlamentar, na diskutojmë shumë edhe kundërshtojmë edhe kur delshim me zgjedhje, dhe më thonë edhe qëndrushëm. Po ka edhe deputet tjerë plot aty që janë të përgjithshëm, edhe që janë të mirëfill, dhe më thonë ata këshyrin qësh me pas sukses, ka edhe kvalitet aty shumë, po ka edhe që si që veshen mirë edhe kryesisht e kanë ceremoniale. Po të pengon kjo nëse veç se që të dim që pra Kuvendit e Kosovës e ka një kod veshje, sa? Po. Mirë, por nuk është mirë ndoshta me egzageru, është penges kjo do taja për ty nëse veç ishe... Jo, nuk ka penges. Unë e pe i thëmë që nuk janë temë, sa i letë veshët gjithësysh, vish letë folë drejt e mirë në kontribut të venit, edhe letë zhveshët, besa dhe letë veshët nuk paraqet kjo problem. Mirë, por nëse a du t'i kryesori një deputet, jo vish u vesh mirë ose keq, atëherë më pengon. Se në kofë që do në më dhonë kontribut, le dheshët që shdone, që tojnë popli rrështë të amë të e falë drejt. A ka prej politikanve në i kush që ta ka bo blok, ose ja ke bo blok?
Ja, kështu në Facebook, Se me qëtip që je direkt, je drejt për drejt, doja full pa filtra, pa të trem syni që shtojnë, ndonjëherë ndoshta për shkak kësaj, mandej vinë edhe këto keq kuptimet munden me ardhë nga të tjerat. Unë nuk lo hapësin për keq kuptime. Më thonë se nuk e kry mohabetin me një fjale mu i dhnu, po komunikojmë prapë edhe ja shpjegoj rrethonat edhe mënona me këtë qenjen teme me i kallëzu se për çka për reagoj që ashtu qkua qëllimi, që për ndryshon e personalisht aty me asnjë nuk kom, asnjë konflikt, unë si jam as biznesmen, bisa s'kom as interes, as kërgjo. Unë e veç e thom që ato që menojnë që në të mirën edhe mënona me i bashku njerëzit rreth që ty në ideve të mira për parimtare, që më jesë për shembull komuna, ose shteti, ose najlet që është i nevojshëm. Dhe më thonë, unë e kanë kuptu edhe ata qëllimin tem ku e kom. Unë e s'kom asë një qëllim të përfitimit personal. Dhe më thonë, këtë i bëj për të mirën e përgjithshme. Mirë po Bekë, kur tha që s'kom mirë kuptueshme kjo asë një qëllim të përfitimit personal. Shpeshar do thajmë popull thuhet që politikanët gëzojnë të ardhunat mira, kanë pasunim mjaftueshëm, bëjnë një të mirë, gjitha këto si qëndrën kjo sipas teje. Tu ke qenë tash sa vite i përfshirë në politikë? Unë jam i përfshim shumë ka herë në politikë, po jam që 4 mandate deputet. Edhe fukaralloku nuk është i mirë. Që kjo promovimi i fukarallokut e tani hip në pozite vjedhë ma shumë se tonë tjertë, kjo është i rnek që e ka pru që kjo qeverisja e fundit që ke. Për ndryshe, une nuk e di tash a jetoj mirë ose a duhet më koni varfën unë për më koni mirë. Unë pasurin e kom, do më thonë, familjes që e kom trashegume. Qa që sa kom mujt, pak kom mujt me shtuën, familjen e kom matë pasër se unë, do më thonë nuk je ku keq, po unë jam me probleme qytetarve për çdo ditë. Do më thonë nuk ka të bëj kjo me mu. Unë e qitë rogë e hargjoj qështu me komunikim me njerëzme, me krejt qa kom. Kur s'ko morë të ndërë një teme, kështu adin, as ju kom kjesh na i kuj për diçka. As kolegëve të mija, as kur kujq. Për që tam dalën edhe jam i hapër edhe nuk kom as i kompleks as pengesa. Edhe na punojmë, edhe unë menoj që populli du të mu pasuru, du të me jetu mire, tri du të shkum përshime. Po, unë e thash në kuptimin që është shpesher një parazgjykim të politikanëve, a? Cilës ndoshta mjafton një... Po të thash që kë rneku i qytyne, do më thonë rand, mashtrimet që tash përshijen, do thonë me i akuzu njerëzit e me i etiketu në gjithë shka. Ose për shembull biznesmena, a keni të ju thonë, kjo është oligark. Tash, ajo është një biznesmen. Tash ai oligark e ka kuptimin në do vene shumë zhvillume që kanë resurse shumë, e s'din që a më bo me pare, pastaj e përkthejnë ato në ndikim politik. Për shembull një oligark që shkon në Kosovë, që është oligarku? I pengon një kryeministër një oligarku, edhe ai me ndikimin e tij politik e rrëzën për i pushteti. Çaj oligark, çaj është oligarku? Ose e myt krejta. Këtu të na nuk ka oligark, se nuk kemë resurse, ka njerëz të pasur, pak ma të pasur se këta tjerë, që dalojnë edhe bojnë biznes e kanë me njerëzën e tyre. Mirë, po nuk kanë dikim, as nuk kanë qaq fuqi sa me ndryshu, ose një politikë, ose një bokesh, ose me shqit Kosovën, për shembull oligarku, pa e vetë politiken heq. Nuk ka kësi njerëz, edhe ndo vene ma zhvillume se Kosova nuk arrinë. Mundet Rusia me prodhu në oligark, mundet Arabia Saudite që kanë resurset naftës, për me pas gjithat ndikim, do më thonë edhe të fuqit e mëdha botnore. Mirë, po nuk mundet Kosova të shqitë speca se na të tërgjos bojmë me prodhu oligark, ose me tregti. Nuk mujnë më prodhu. Pra, është një parazgjykim shpesher, do thoja... Kjo bëhet me qëllim me i luftu njerëzit. Për shembull ti, nëse ligji funksionon për hojnin, s'ki nevojë ti mi thonë oligark keq. Nëse dikush vjedh, ti ki fakte, ti i publikon faktet, funksionon prokuroria, policia. S'ki nevojë ti me bo me rrit dhe me qaq shumë hajnin, që kjo nuk ka hajnin, kjo nivel tjetër, kjo është oligark, atër për me ndiku ligje ose me vepru ligje. Dhe më thonë, kjo krejt katë është. Kjo është për me i mashtru popullin, për me i kthy punëtorin kundrej pronarit, edhe për me përfitu pastaj në vota qështu, edhe me ushqy me propagandë. Kjo është formë që shpjegohet shkencërisht, dhe më thonë, me hu besimin popull, mos me i besu punëtori ati që ja ka siguru rogën me punën e vetë, a i ka normal përfitimet më ndoja, po kjo ka ndiku shumë në përqamin e popullit.
Më thonë tash jemi do këta patur maholla që ju thomone që e promovojnë fukarallakun, e që këta nuk është e vërtet se këta fukarallak heq, se në kuft kush oligark, është Albin Kurti me 7 vetë, që këta kështu hajnin e kanë për ledin, sidomos në energji, edhe jënë mjetë biznismenat, jënë mjetë për gjëna. Dhe më thonë që ata që pe etiketojnë për oligark, pe ty në 10 gjëna, dhe më thonë se i sulmojnë me, se shteti ka mekanizma, edhe i sulmojnë me OTK, me dënimet ndryshme, me mundësi, me licenca, me qështu, e di qësh i pengojnë. Bek, po du me relaksu pak bisedën. Ma herët kër e përmende zotrin Paleka, i më kujtua që kemi pasur ftuar këtu në emision, edhe ndër të tjera e pyeta për si qëndron raporti ti me verërat, me alkoholin, me gjitha këto, edhe tha që është një konsumues kështu e pen për qefi alkoholin. Këtë ras po du me ditë edhe mendimin të nëse që është ajo lidhja jote me pijën, qoftë edhe me jetën e natës e gjitha këto. Po besoj që nga njëherë kohë gjithë gjejmë për shoqëri. Ka njëherë po une ka nashta një 15 vjeta, 20 që kështu në disko, më shku, më knaqë muzike dhe në alkohol, nuk jem konë. Edhe nuk muj me duru muzike, dhe më thonë nuk jam tipi asaj lloj knaqësie. Dhe më thonë ajo është e nevojshme për të rritë, për njerëzit të shkojnë plot, po une nuk jam ashtu. Raportin me pijen edhe me alkoholin, me kështu nuk e kom zhvillume. Na herë na i god ven, po për shembull raki nuk muj me pi, birrën veç ma qesin që aty malojnë se nuk makona, nuk muj me. Do të thonë të bo sport shumë kohë, tani ka jetë që ashtu që në mës me konsumu. Asnjëherë? Ose rrallë? Nuk e kom bo me be, po nuk makona, nuk e kom nevojshme. Se të pas parasysh që ana Dugagjinit kryesisht është ma... Po në familje teme është pi alkoholi edhe është një farloj procedurë, një farloj mohabeti, ajo. Mirë po, unë e përsha ma shumë pi qaj rrugë se këso pije tjera. Pas këso të gazu me vilin. Kafe po fin? Kafe po. S'mujta pa t'i përmen kafe. Këto jam kampion, për kafe unë jem shefi. Okej, sa ka qenë ditë mërana ditës numri kafeve? Po, këm pa thonë një numër, tani ma bond modhe, për dënë me ongër bugjetin e Kosovës, për dënë me pi me kafe. Unë tash i kom lonë, se kom pa thonë 40-50. Tash pe pi vish një, kështu një bakal kafe dhe nuk kam problem. Dhe më thonë, po është vish një. Si për me ndo një bakal kafe? Kështu me i bure. Për mës me rrit numri në fjalla. Okej, për mës me ti numru, më jetë vogla, po. Me tinar ka i herë, që kur asaj, po e mushi kafe që ashtë. Ta shërben dikush, a preferon ma shumë restoran e vi? Ja, vetë e marrë kështu me kacinje, mushi kafe dhe ujtë valë. Bek, ta që jetën e natës nuk e frekuenton shumë, në diskën këtë rast. Ndërsa këto tjerat, a e në gjithë qoftë ndonje naj me shoqënia diçka? Po për shembull të po me dasma, darka, dvona, po krejtë kohën. Që jam i obligum për shkak të komunikimit. Me njerëzë, me çështjet ndryshme, me vizita në familje, qështu. Mirë po, këto në muzikën, qka ngon ma shumë, qka të pëlqen ma shumë? Muzikën unë kom vesh për këtë zhanrët e muzikës. Për i këtyne folklorike, pastaj rockut, rapit, edhe gjithë zhanrët, do më kom vesh edhe i përjetoj. Ma shumë tash dëgjoj këso muzikë që kër jem konë në eri, që jem konë do... Më do këtë jem konë pak më artistike së tani. është Shqip? Po, Shqip, Anglisht e gjitha. Okej, kone ke ma favorit, po mendoj? Po, Bajrosh Doden, Rifat Berishën, Dervish Shaqen, plët rapsod shqiptar, pastaj edhe të muzikës të ripit e autorët Kosovëset, t'jashtë me... Këto disa të shamjet e repirave, a i ketë nguës, a i prej aty në që i lëshon kërë me ngu? Që përshërë ka nga disa persona cilë t'ingonë që thojnë ma jep një var adrenalinë në aritmi. Unë për adrenalinë nuk kam shumë nevoj, mirë po i dëgjoj këto tonikatilit e këto të shamjet, po, të repirave të ndryshme, po, kam mujmi një guë dhe ato, edhe knasna. Bek, në vizionin të ndëtoja në krejt saj përket të politikës, qoftë kur e ke fillu, qoftë po besoj shpesherë ndalesh edhe me ndonë me vetën se qka me një tartme ose be bo një plan pak ma të gjatë ndër vite. E ke mendu ndo njëherë për pos deputetit, për pos tash me kryetari komunës së Prishtinës, me pas pozitu dhejse diçka ndo një kushtimisht kryeministrinë ose diçka tjetër?
Apo e Nuk ke e lënë kom menu kohës, në çka herë, do po që... nëse vjen koha, une përgjësit shtetërore e marrë, se kur dalë mu matë në popull, edhe populli me e besimin. Une muj me kry çdo detyrë që me e populli me votë. Ka edhe detyra që i morrin njerëzit me gjinslak, kështu, edhe në gjinën mire, bojnë do marrëveshje. Unë nuk jam i mirë në ato. Mirë po, momentin kur populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës, me apin në besë, në mirë kuptim, në besim, votën, atëherë qatë detyrë, më nona mos me shgëny edhe me bo kështu dejnë vdekje. Më dek po, më koritja. Nëse shikon kryeministër për 24 orë, cila e shkon gjoja e parë që e kështë Shumë sa në kisha bo, për 24 orë është e pa mundshme me bo në ndryshim të madhë. Po kushtimish po t'jepe mundësia, çdo herë po flasëm nëse do ndote. Çka kishe pas kështu plan me... As nuk e kom menu, mirë po ndoshta kisha ndiku që mu furnizu policia, ushtria e Kosovës edhe një 10 vendime kështu të fuqishme i kisha morë, për mi hek do probleme kështu bazike që shku 25 vjetë edhe nuk dul dikush me morë një vendim për mi kry do probleme që për na u kanë lidh na për kom. Shamë uniforma, qizmja, pagat e vogla, shamë konë vish një orë, filli kisha rrit pagat, sektor publike, private, krejt. Adi për më mujtë më pas njeri, kur ka pagat mire dhe dinjitetshme, ka edhe integritet, edhe është njerë maj mirë. Edhe kur të këshyrim na me shtrydhë në gjithë shka dhe milion kesh njerëzit, pastaj paraqiten problemet natyrave të ndryshme. E që të kësha mujtë po për 5 minuta, vishë sot kësha bo me shkru, i kësha kry dhe probleme. Po të kështë pas mundësi kështë me evitu në e kom prej politikës? Qysh me evitu? Me evitu në kuptimin thash me largu krejt kështu prej skenës politike? Ja, nuk merna me ato se kush do që është në politikë, është kaku që dikush i beson ati njeri. E kjo nuk është e jamja. Unë mëj mësë mi besu, po a i ka ata njerëzit që i besojnë, ose besojnë një dene e qatina që mu së më pelcenesh, ose që më do këtë që a i bashkur gjonë nuk më i bënë për venin. Mirë po a e ka që ato njerëzit e vetë që menojnë që ajo është na i. Për krasit e ti, për krasit e ideve ti, e gjitha këto. Normal. Bek, qka kime në thonë për fund? Për fund... Diçka qka unë nuk të pyta, se ndoshta dhe kom haru me të pyta dhe ma ndaj tu pëse së më pyte... Që këj popull vedisohet, zgjohet, bashkohet, rinia kuptojnë që është mirë edhe me najt disa këtu, mësë për këshyrë tonë me dalë jashtë. Që është një numër i madhë, dhe thoja, e viteve të fundit. Njërë të vendosur, më këshyrë me u bo përgjegjë për venin tonë, me morë përgjësi edhe më kry punë me atë dashuri të e dash venin. Adin, mos më bo turist anë në vend tonë. Edhe kisha pas dëshirë që populli i Kosovës mos më përqa matutje, sidomos me qëto rrjete sociale që... E se shpeshere ju Bek jeni mjafti atakuar, mjafti komentuar nga... Une jam i atakuar, ka herë do i rejhi shuplaka, do që si, po... është vërtet kjo që... Nuk kryhet kjo punë me iniciativa individuale. Unë e kalzoj ka njerë, nuk pritoj heq asë në vjenë marra, edhe mu përbal, edhe me gjdo kanë, për gjdo ide. Mirë po, që kjo përqamje, kësaj kemi apo shërën në tardhmen, që kjo ka më shku të zhvillu. A përshë që ka njerë që vishë të thellojnë këtë përqamje. E kjo du të më mbaru, kjo du të më nalë. Po thu që një ndërta, ose është po ashtë ndikon, do thoja, edhe krejt kjo të lovia, do thoja, që bëhet në rjetët sociale, gjitha ato komente negative me njeri tjetërin, të natë mande i shpesher kalojnë, do shta edhe në personale dhe në privat. Personale, në gjashë shkojnë. Tash, kryesisht këta që jënë ma tashprit në rjetët sociale, kur e kem vepru, dhe më thonë, me polici, që e kom morë, që të e kom një kërcënim me jetë. Po tashti, as se kom këshyrë kusha, po as jam interesu mas me gjithë mo. Dhe më thonë, qa që më bënë për shtypje, a i kërcënim me jetë, a i hanë burg për këtë punë, kur gjinët. Po dhe më thonë, qa që nuk më bëjnë për shtypje. Për qka ishte për ndonjë deklaratën, të ndonjë... Veç po më shojnë për shamë mund studio, edhe thotë ty, këta do të me ja plëm këj, thotë njeri, po dalë. Një personalisht jo? Po kryesisht këta njerëzit, po si në gjone, as që më ka i lypi mo, as nuk shojnë prokurorise për i toja, edhe qa që më bënë, do më thonë që s'merë në hesh me atë punë. Do më thonë së ndikon fare. Mirë po, kryesisht janë njerëz me probleme nështë shëndetësore, ose me defekte,
që nga lindja ose diçka, që shkojnë dej në atë formë. Ta shtipi kuptoj edhe njerëzit, për shembull, si të shoh që ka shkru, unë e imagjinoj kaj çfarë gjendje është ai. Për shembull, shku policia, ka gjetë njërin, është anku dikush, një femën, tha, veç më kërcënoj, ke i frustrum seksualisht, kërë shku policia, tha era i shkon të jo, edhe në krevet që ty të nejtë dhe të shoh. Tha, bila, sutut ke pe i policia dhe ku në apet shoj. Dhe thonë, kjo është gjendje e keqe. Këtu ky popull ka nevojë edhe për psikolog e psikiatra shumë. Pastaj ka nevojë për ilaçe qetësimit. Në studio, që aty një të volë për bashkim kombëtar, më një psikiatër mi thonë, pi hapat një herë, edhe tani falë që ka du. Kjo çmendori popullore, interesante kjo. Bek, të falenderoj shumë. Kalova jo zakonisht mirë me ty. Unë të uroj me pas verën sa më atlet, pavarësisht që ke angazhime tashmë si deputet edhe po ashtu edhe në zgjedhjet komunale që do të vinë. Të uroj shumë sukses në shëndet edhe për juve, ju uroj çdo sukses këtij qytetarëve të Kosovës.